Përshëndetje Arbri dhe Drini. Përralla për sot titullohet Dhelpra dinake dhe patat guximtare. Një herë, një dhelpër me arrim në një luadh ku po kullosnin një tufë patash të majme e na gëzohet fort. Thot duke qeshur, pas kam ardhur tamam në kohë, apo nuk qon kanë edhe pranë njëra tjetrës. Do t'i përlaj, ka u lodhur fare. Kur e pan dhelprën aty, patat u knarruan dhe filluan t'i luteshin me britma që t'u afalte jetën. Mirë po dhelpra nuk donte t'ia dinte fare për lutjet e tyre dhe i tha: "S'keni shpëtim kot që luteni, ja ku ju erdhi dhe fundi." Mirë po një pata ndej nga fundi mori guximin dhe i tha: "A nuk është gjunaf që ne të varfrat pata ta humbasim jetën tonë të re, kaq papritur pa e gëzuar fare. Na plotso së paku një dëshirë të vetme, dhe ne do të rreshtohemi dhe do të lëmë të na hash sipas rradhës e sipas qefit." "E ç'dëshirë keni?" tha dhelpra. "Po ja, të na lesh të këndojmë një orë para se të na hash." "Mirë," tha dhelpra, "s'qen ka ndonjë gjë që nuk bëhet, unë nuk humbas ndonjë gjë. Këndoni pra e unë po pres." Patat u mblodhën të gjitha dhe filluan të këndonin si t'i jepej duke lëshuar disa klithma që të ngrinin vendin. Pse këngë ishte ajo? Jo, ato donin të lajmëronin për rrezikun që i kanosej, dhe këtë punë po e bënin aq mirë aq zellshëm sa klithmat arritën deri në fshat. Kështu, pa u mbushur ende ora, fshatarët u gjendën në luadh për të parë se ç'po ndodhte. Me t'i parë ata, dhelprës i hyri tmerri e deshi t'ia mbante, por fshatarët t'ia treguan vendit. Kështu ja hodhën dhelprës dinake patat guximtare.